Dy qytetet që ndodhen vetëm pak kilometra larg njëri tjetrit, Prizreni dhe Kuksi, por prej kohësh ndajnë histori, kulturë dhe lidhje njerëzore që shkojnë përtej kufijve shtetëror. Sot këto lidhje po marrin formë institucionale përmes projekteve të reja ndërkufitare. Kryetari i Bashkisë së Kuksit, Albert Halile, dhe kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, u takuan në Prizren për të diskutuar zgjerimin e bashkëpunimit mes dy institucioneve. Në qendër të bisedimeve ishin projektet e përbashkëta që pritet të ndikojnë në zhvillimin ekonomik, turizëm dhe lehtësimin e qarkullimit të qytetarëve. Halila dhe Totaj theksuan se nismat e reja do të forcojnë lidhjet mes komuniteteve dhe do të hapin perspektiva të reja për të rinjtë biznesin dhe jetën kulturore. Në vitet e fundit, Bashkia e Kuksit dhe Komuna e Prizrenit kanë zbatuar disa projekte të financuara nga Bashkimi Evropian. Përtej marrëveshjeve zyrtare, Kuksi dhe Prizreni kanë pasur gjithmonë një lidhje të fortë njerëzore. Familjet, tregtarët dhe studentët e nxënësit kanë kaluar kufirin për vite me radhë, duke e bërë kufirin më shumë një urë lidhëse se sa një ndarje. Tregu i Prizrenit, ku shkojnë shumë kuksian, apo panarit në Kukës, ku marrin pjesë qytetarët e Prizrenit, janë shembull të gjatë të kësaj afërsie. Me nisma të reja ndërkufitare, dy qytetet synojnë të kthehen në shembull të bashkëpunimit rajonal, duke e shndruar kufirin në një hapësirë mundësisht të përbashkëta për zhvillimin e turizmit dhe miqësinë mes njerëzve.